të Kënetës, që ju kam bërë. Kryesocialisti Edi Rama ka komentuar sot gjatë një komunikimi online rezolutën e hartuar nga PD dhe miratuar nga Kongresi i Partive Popullore Europiane, ku shpreh shqetësimi për situatën politike në vend në prag të zgjedhjeve të 11 majit. Buria e parë e humbjes që ra dje buria në një mbledhje diku në Spanjë, ku ishin mbledhur partitë si motra të Kënetës, që ju ka mbetur Këneta mes tyre dhe s'dina se to që të bëjnë, dhe Këneta kaloi në për tavolina një fletrufe, siç ndodh në konferencat e partive, dhe aty filloi avazi. Do me thonë, një mal me broçkulla të dëgjuara sa herë ka pasur zgjedhje, të përsëritura sa herë ka pasur humbje. Duke ndalur te programi dhe projeksionet financiare të Shqipëria 2030, Rama ironizoi ofertën e opozitës. Këto që flasim ne për Shqipërinë 2030 nuk janë si programi i Bufit dhe i Latifit. Këto janë projeksione të mbështetura në analizat e ekspertëve të Ministrisë Financave dhe të ekspertëve ndërkombëtar me të cilët ne punojmë. Dakord, se prej kohësh me ne, këtu me mua punon kryekëshilltari ekonomik i kancelarës gjermane. Në mbyllje, Rama tha se të gjitha partitë e reja në garë nuk kanë gjë tjetër veç se imitimi i subjekteve të vjetra opozitare.